Shëndetin mbi të gjitha, këtë jemi mësuar të dëgjojmë shpesh e në fakt pikërisht kjo fjali mbar thelbin e jetës, por sa të përkushtuar jemi ne ndaj shëndetit, sa kujdesemi ne për shëndetin ton, hulumtime të ndryshme e kanë përcaktuar në tërësi popullin shqiptar, si të pakulturuar sa i përket kujdesit të vetes. E në fakt, këte pohojnë edhe vetë qytetarët, sipas të cilëve ne i drejtojmë mjekut vetëm kur nuk kemi më fuqi të ngrihemi. Pra shkojmë në spital vetëm atëherë kur jemi në gradën e fundit. E kjo, thonë qytetarët, është një ndër arsyet sepse populli, në 90% të tij, ka probleme shëndetësore. Nëse kultura shëndetësore kërkon që çdo person të kryej kontroll shëndetësor, një herë në 6 muaj, për ne, kjo ndodh vetëm kur sëmundjet agravojnë. Kultura duhet të ndryshojë, thonë qytetarët, e për këtë duhet punuar me moshat e reja. Sa kujdesemi ne shqiptarët për shëndetin? I shikojmë njerëzit, shumica të smur, moshat e treta janë gjithë me diabet, me tension. Në përgjithësi, shqiptarët në psikologji që kanë kujdesen rreth, në këtë kohë që kalojmë rreth 70%. Mendoni se ne shkojmë në spital vetëm kur bjemi? Kur ndihemi keq? Pak interesim vetëm kur jemi në pozicion të vështirë. Atëherë kujdesemi. Po besoj se është negative. S'ka se si tjetë pozitive, kontrollet çdo 6 muaj. Vizitohemi, po nuk kontrollohemi ashtu si duhet. Po unë zakonisht i kam, jo në 6 muaj, po një në vit ato check-upin e kam bërë, po zakonisht... Nuk japim rëndësi kujdesit. Nuk japim se kështu e kemi natyre shqiptarit. Japim rëndësi vetes tonë, shëndetit tonë. Pare. Nuk kujdesej, po të kujdeseshim nuk do të që ne të smuremi ka shumë. Kjo është një nga arsyet që shumica e popullit janë të smur në fakt. Moshat e treta. Është më tepër kultura. Ju për shembull, ana ekonomike. Edhe ana ekonomike. Ndikojnë. Është ekonomia. Po, ana ekonomike. Edhe si kulturë nuk e kemi në shqiptar që të bëjmë kontrolle, një herë në 6 muaj, një herë në vit. Por që duhet. E lëm veten sa Ushqimet jo cilësore janë një tjetër faktor që ndikon në dëmtimin e shëndetit. Kujtojmë këtu edhe obezitetin tek fëmijët, që megjithse në vendin tonë nuk ka shifra alarmante, sërish ka raste të cilët edhe këto duhen luftuar.